Dëgjoni me vëmendje, imami përllunon kushrinën e vet të mitur. Rasti u zbulua pasi e mitura u shpëtua nga tentimi për vetvrasje. 17 burra nga mosha 25 vjeçare e deri në moshën 45 vjeçare, madje njëri prej tyre kushëri i vajzës me profesion imam në një xhami, emër i njohur për edeksin, kanë abuzuar seksualisht të rresht me një vajzë të moshës 15 vjeçare që tani më vetë se ka mbushur 16 vjet. Tan troje tona vllazën. I pari, Na, 31 vjeçar nga Slupçani, i cili ka keq përdorur në fotografitë eksplicite të së miturës, duke e shantazhuar se do t'ia dërgonte familjes, ai, bashkë me kushërinën e saj, e kanë ofruar atë tek djem tjerë dhe burra të tjerë, të cilët gang bang tash e kanë keq përdorur seksualisht dhe kanë shfryrë dëshirat e tyre me një vajzë të mitur. Policia ka arrestuar në A 31 vjeçare, vetëm njëri prej tyre, por nuk ka ende informacion se a është në paraburgim ose jo. Mirë po hetimi është zgjeruar në 17 persona. Ne e kontaktuam imamin, i cili refuzoi të jap deklaratë, por tasi deklaratën e tij e ka dhënë në polici. Këto burra që vetëm burra epitetin imami refuzon me spjegua si ka përllunuar kushrinën e vet e i kanë bën gang bang. I cili ka vjedhur nga paratë e shtëpisë në pretekstin se do t'ia dërgojnë familjes fotografitë në qoftë se e njëjta nuk do t'ua jepte paratë. Pasi këto raste janë në rritje, vetëm 2 prej tyre në vitin 2025 u zbuluan nga pacenzur me 10 burra të përfshirë, lusin policinë që pas dhënies së dënimit fytyrat e tyre të Ja diçka kam menol tash, profecia ime. Kanë më msha mua që reflektojnë këta. Kanë me tha, po çka bëhet në kisha, në Shqipni s'ka, tonë tokën tonë, shpinë tonë.